Sa i përket përdorimit të tregjem këtë rast edhe hapjes së tregje dhe tregtimit të ruminantëve të vegjël këtë rast, sidomos në prag të fesës së Bajramit, dua të përmendë që lejohet përdorimi apo lejohet edhe tregtimi i ruminantëve të vegjël këtë rast edhe çingjave, deleve kështu me radhë, domethënë kurbanëve për Bajram, gjithashtu duke patur parasysh se nuk i prek smundja këtu specie dhe këtë kategori të kafshëve. Po, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, për shkak të sëmundjes së gjedhave, ka marrë vendim që t'i mbyll tregjet e kafshëve, vendim të cilin ne duhet ta zbatojmë dhe për këtë arsye vazhdon të jetë i mbyllur edhe tregu i kafshëve në Prishtinë, kështu që Drejtoria e Inspeksionit me inspektorët e vet që i kanë terren kudo që evidenton shitje të kafshëve, do t'i ndërmerr masat si për çdo shitës tjetër ilegal. Thërret e bëhen në thërtore të aprovuara nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, thërtore ku janë të vendosur dhe inspektorët të cilët para së gjithash kryejnë masat paraprakë të kontrollit dhe në fund lejojnë që të realizohet thera apo mos të realizohet thera për arsye se masat veterinare apo edhe veprimet tjera të cilat duhet të ndërmerren janë inspektori ai i cili paraprakisht gjatë kontrollit e vlerëson qoftë për gjendjen shëndetësore